Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë së bashku me ju ngjarjet më të fundit nga jeta tashmë e artistëve shqiptarë. Dua të ndaloj tek çifti që në fakt ka fasionuar publikun shqiptar për muaj të tërë. Dua të ndaloj tek Kiara dhe Luiz Eili. Kiara Tito dhe Luiz Eili tashmë po merren akoma me premierën e filmit të tyre, një film që siç duket ka zënë një vend të rëndësishëm në shoqërinë shqiptare dhe kërkohet kudo, kërkohet gjithandej. Të gjithë duan ta shohin filmin Loja e fundit, të gjithë e komentojnë filmin Loja e fundit dhe nëpër të gjitha vendet jepet akoma premiera. Në histori të filmit, mund të flasin vetë edhe aktorët në qoftë se nuk kanë xhelozi rreth Kiarës edhe Luizit, në histori të filmit për herë të parë ndodh që një premierë të jetë kaq afatgjate. Luiz Eili dhe Kiara kanë preferuar që edhe pak të japin fund udhëtimit të premierës, në fakt ka qenë një premierë që ka kapluar anë mban botës dhe tashmë të pozicionohen tek projektet e tyre. Luizi sjellën 5 projekte, 5 këngë të njëpasnjëshme, këngë që në fakt do t'jenë me mesazhe të fuqishme. Mjaft, ishte një këngë me një mesazh të bukur, formë protestuese në mënyrë artistike që unë e vlerësoj, do me thënë këngëtarët e tjerë nuk kanë guximin ta bëjnë, kjo gjëto guxim, duke e ditur që në Shqipërinë tonë të dashur, kur ti e ngre zërin për diçka, kur ti flet për diçka edhe kërcënohesh, do të thotë që Luizi është me popullin dhe nuk i dridhe qërpiku fare, pa marrë parasysh se si do ta marrin këtë këngën dhe se si do ta komentojnë këtë këngën. Dhe e dyta, Luiz Eili është avash duke u përgatitur për emisionin e tij të ri. Nga informacione që unë kam arritur të siguroj pranë çiftit, skena e Luizit po ndërtohet dhe është në përfundim në një nga sallat e mëdha të studiove të televizionit Top Channel. Do t'jetë një skenë me shumë ngjyra, do t'jetë një skenë me shumë dinamika, ku Luiz Eili do të ketë fatin edhe kënaqësinë që ta përjetoj edhe këtë emocion që më besoni, ne që merremi me këtë punë, e dim se çfarë emocioni bukur, e dim se çfarë ndjesie e bukur është kur realizon një ëndër kaq të madhe në një skenë gjigande, në një skenë që në fakt vetëm Top Channel di të realizojë. Luiz Eili është autori i këtij emisioni, do me thënë për të kuptuar pak më shumë detaje. Emisioni do t'jetë nën autorizimin të Luiz Eilit, por transmetimi dhe realizimi do të bëhet në televizionin Top Channel. Do t'jetë një emision që do të ketë figura të ndryshme, do t'jetë një emision që do të ketë figura interesante dhe do të na mbërthejë të gjithëve për ekrani, do ta duam, do ta duartrokasim dhe do t'i dhurojmë dashuri të jashtëzakonshme. Unë në fakt mezi e pres që të vi shtatori është edhe 2 muaj, për t'i shijuar këto emocione dhe për ta shijuar Luiz Eilin.